Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Falëndërimi dhe lavdërimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat e selamet e dërgojmë të trisë pejgamberëve, më dashurit tonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes tij fislike, shokët të tij besnik, edhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë sunnetin e tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah, ti e falës e don falën nga falë edhe neve. Dhe vetë jemi në progun e 10 netëve më të shtrejta të vitit. Netët më të mira të vitit që vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar për to, saqë transmetohet në hadithin e Aishës radhiyallahu anha, se kur vinte 10 neçi i fundit i Ramazanit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shtrëngonte rrypin e tina. Me shtrëngimin e rrypit tina që përmenden në hadith, nuk e kuptojnë se si cili prej neve tash rrypat që i kena me i marrë dhe me i shtrëngu më shumë. Në hadith, dietarët kanë dhënë kuptime edhe dobi tjera. Shtrëngimi i rrypit është që robi me e forcue vetën e vet. Me forcue vetën e vet, kur ta shtrëngosh rrypin për diçka, kur ta ndesh dorën ose që i shtrëngon dhon për diçka, është që ti bëhesh stabil në atë çështje. Me shtrënguar rrypin që ka në hadithin e Aishës radhiyallahu anha, është që ti tash të 10 net e fundit Ramazan me i shfrytzuar në mënyrën më të mirë. 10 që i parë ndoshta ka shkuar disa i stabilizuar me agjërimin, disa i stabilizuar me namazin e teravive, 10 që i dytë ka shkuar vetë ti të mësuar me Ramazan, 10 që i fundit nuk bën me të ikën. 10 që i fundit Ramazan nuk bën me të ikën që ti duke mos e adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. Në këtë net kërkohet nota e katërt. Thot Allahu subhanahu në Kur'an për notën e katërt që është më e mirë edhe më e vlefshme se 1000 muaj. Qoftë në ajetet e Kur'anit, qoftë edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa herë që ka ardhur një numër i përmend, asnjëherë nuk e ka për qëllimin atij numri saktësisht. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se unë i kërkoj falje Allahut, i bëj istighfar Allahut 100 herë në ditës, kjo nuk do thotë që ti më marrë me numër deri në 100 edhe mund mjaftuar me kaq. 100 herë kërkim falje në ditës është se ka kërkuar shumë herë falje në ditës. Na shpesh herë kur e bëna një punë shumë, gjatë ditës e kena përsërit disa herë, edhe rrit dikush, a e bëne që punë thotë 1000 herë sot e kam bërë, që 100 herë thash. Ti do të ke thonë 200 herë, do të ke thonë 500, do të ke thonë më shumë se 100 herë. Por se me rrullaksuar thotë që mu kuptu që shumë herë kena bëue, edhe shumë herë kena përsërit ato, që 100 herë janë të bëhet një të punë. Njëjtë edhe për natën e katërt, Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an ka thonë se është më e vlefshme se 1000 muaj. Nuk është e parabartë me 1000 muaj apo me 83 apo 84 vjet atje, por se është edhe më e mirë se kjo. Për urtësive se çka e kanë nxjerrën dietar, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përmend natën e katërt dhe që është më e vlefshme se 1000 muaj, një prej tyre është kjo. Popujt e mëhershëm para umetit ton, para umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë jetuar më shumë vite. Fakti që ata kanë jetuar më shumë vite, kanë pasur mundësi edhe më shumë vjet me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. Përse e shohim që po Nuhu alayhis salam veç në Islam ka thirrën rreth 950 vite. Që popujt e mëhershëm kanë jetuar rreth deri 1000 vjet apo edhe më shumë. Mesatare ka qenë këtu, që e kanë adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala kaq vite. Mesatare te umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është mes 60 edhe 70 vjet. Nëse të në 60 dhe 70 vjet, me krahasu me ata që ka jetu 1000 vjet, ndoshta ai veç kokën sejdë e ka 70 vjet tua. Nëse ti je zor, edhe buhesh stabil, që të vetë net e fundit Ramazanit, duke adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala, duke bën sadaka, duke bën dhikr, duke lexuar Kur'an, duke shtuar veprat e tua mira, ato duke e shtrënguar që të rripin që e përmendën në hadithin e Aishës radhiyallahu anha, i bën që ti në zonën që natën e katërt që është më e vlefshme se sot 84 vjet atje. Që në një natës, ti me pas sejzën e 84 viteve. 10 Ramazana ti me zonë në natën e katërt i bjen 840 vite. 20 Ramazana veç kuj duke ushtu të vite. Edhe adhurimi jot me një anë barazohet edhe me adhurimin e popullit mëhershëm. Kjo është urtësia të cilën e kanë nxjerrur dietar, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përmend natën e katërt e cila është më e vlefshme se 1000 muaj. A nuk ka më mirë se që të net
me pas modelin më të mirë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur që të net e kena modelin më të mirë të sahabëve, Allahu qoftë i kënaqur me të thonë dhe na takuar me ta në xhenetin e tij larta, kur kanë ardhur 10 net e fundit e kanë vazhduar dhe me ishtu adhurimin e tyre. Transmetohet se Ali ibn Abi Talibi sa që ka dosh me fal namazin e natës e ka marrë ato si një dridhje e amanetit. Kur dikush ta lën ty një amanet edhe nuk e kryen, vazhdojnë me të kapë ty do dridhje se halos e kryta. Sahabët, kur ka ardhur koha e namazit, kanë vazhduar me u dridhën çështu se ndoshta nuk po mujnë me krye që amanet Allahu subhanahu wa taala çashtu ç'është dohet. Na sot i falni taravijet se këtë pi falni. I falni taravijet se po mbledhem me çatu të mesxhidi, po takohemi me vllazni, edhe nuk e kena atë khushuan apo atë përkushtimin sa duhet në namaz. Që të 10 net e fundit të Ramazanit, ajo se çka i për të pejmue edhe pejteje, është që me shtue përkushtimin edhe më në namaz. Fa Allahu subhanahu wa taala kur qad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtuar me të vërtetë, kanë shpëtuar besimtarët. Cilë besimtar? Ata të cilët e falin namazin e tyre me përkushtim. Çish është përkushtimi namaz? E përmend një dietar i Egjiptit se kur deshti me dikon takim, edhe ki mu takue me dikon, a e thu, a vazhdon me pas bisedën çaq shpejt sa e thuti surën El Fatiha në namaz. Nëse edhe takimet me njerëz i kije çaq shpejt sa e fal namazin, në fund takimit a është i kënaqur personi me të cilin je takuar ti. Që për 5 minuta me krye ti takimin me to, që është takim të edhe shumë i rëndësishëm. Nëse çaj personi, çaj robi, çaj krijesa, e dot, e vogël, nuk është i kënaqur me çaj takim. Çish mendon ti me namazin ton kur ti nuk i përkushton, to edhe e fal kiç që shko, më kon i kënaqur krijuesi i tij ka krijuar ti o ka urnuar për ta. Më kon i shpinë besimtarë që Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur në Kur'an, që janë të shpëtuar ata të cilët e falin namazin e tyre për përkushtim, që ti më marr të birin fillestar ç'është dohet më marr. Surën El Fatiha më e thonë kadal për kadal ç'është dohet më thonë. Edhe me di se çka i të thonë. Mas asajna qoftë edhe vesh një ajet nëse e thuaj. Nëse vesh një ajet e këndon, nuk do të thonë që ti mirë 2-3 faqe më në rekatin. Vesh një ajet nëse e këndon, çfarë ajet më e thonë edhe me lexuar ashtu ç'është dohet të shohë që Allahu subhanahu wa taala. Që në fundin e namazit më konën ti përshushëm, ti i kënaqur me namaz, edhe më ushqinue me namazin tonë, kënaqësia Allahu subhanahu wa taala. Kur vite koha e namazit, të rastit që kënë të e përmen për Alibin e Talibin, vazhdon të me ju zverdhën fytyra atina. Edhe thotë që ka orë koha e takimit me ato i cili e mban tokën edhe qiellin në dorën e tina. Namaz është takimi i jot me Allah subhanahu wa taala. Kur ka orë koha e namazit, farz, apo nafile, apo çdo kohë, cili do namaz kohë, Ali ibn Talibi vazhdon të mu zverdh. Kur e vëshin sahabët se çka ka ai, a ka ndonjë studë apo ka ndonjë shësim, thoshte ka orë koha e namazit. Edhe koha e namazit është koha e takimit me ato i cili tokën edhe qiellin çdo sen që ekziston i kanë janë dorë në Allahu subhanahu wa taala. A e kemi të paktën një pikë për kushtimi që e ka pasur Ali ibn Abi Talibi. Apo marrni abdes, nuk e ndjeni që të marrë abdes. Falni namaz, nuk e ndjeni që të fal namaz. Lexojna Kur'an, nuk na shkon më shumë se fyti. Do të më lypën te fetin vllazni se ku e kena. Pse po falni namaz dhe nuk peshijojna. Pse po marrni abdes dhe nuk peshijojna abdesin që janë duke u pastruar. Ndoshta mëkatet e shumta të cilat janë duke i bërë, edhe nuk jena duke i ndjeje vetën tonë mëkate, edhe jena duke e lënë vetën tonë me shku në përgjinare, duke i bërë Allahu subhanahu wa taala, edhe duke mos u pendu Allahu në rrugë pesana. Urwa ibn Subejr në 10 ditë e fundit thoshte se ne ankohemi se po na vëmin kam në taravih dhe në namazin e natës, ndërsa Urwa ibn Subejr kur mjekët e tij na dëshën ja prej komën. Ka ndosh mja prej komën për me ja shërue, ka thonë pritni dhe shpa. Të marrë abdes, të hije namaz, do të na hajde prej komën të. Pse? Se kur ka hije namaz, e ka pos përkushtimin ashtë nalë në Allah subhanahu taala, e ka pos koncentrimin ashtë nalë në namaz, duke ju dhe Allah subhanahu që nuk ka nije se ajo të ja prej komën, apo nuk janë të ja prej komën. Dhe që ka onë në transmitim se masi që ka dhonë selam, i ka rrë të fikti dhimbët të cilën e ka posë. Gjatë namazit, nuk e ka ndjedh dhimbën. Neve sot në miskojme nga prejkën 4 hera 5 prejkëmi. 4 hera 5 deri në fund namazit veç janë njësi të livritën.
që kjo është ajo se sa e shijojnë në namazin. Ajo se çka duhet të tash, ose duke e këshillu mas pari vetën të në duke i rritu dhe juve, Allah na fal gjithve. Që qëto 10 net e fundit, menoj që janë 10 net e fundit jetës tonë. Menoj që ky namaz të cilin duke e fal ti përjetoje sikur se është namazi i fundit i jetës tonë, sikur se mas këtij namazi më nuk i më falën tjetër. Mundohem me shiju në maksimum. Mundohem me ju përkushtu Allahu subhanahu wa taala në maksimum. Mundohem me kërkuar prej Allahut kënaqësinë e tina, edhe në fund kujtoni për Allahu subhanahu wa taala me gjetën të kënaqësi. Lutim Allahu subhanahu wa taala që këto 10 net e fundit me na bëni edhe mas përkushtuar në fenë e tina, me na bëni edhe mas përkushtuar në adhurimin ndaj tina. Lutim Allahu subhanahu wa taala që më pranoj për njerë namazën e natës, namazën e tarawih. Lutim Allahu subhanahu wa taala që më pranoj agjërimin tonë dhe këtë veprat tona të mira, aquluna tasma'una wa la khalfa. واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.